A mund të paramendohet të vëllezër mu falë Bajrami vetë? Jo, s'falet vetë. Falet bashkë. Për shtatë pejgamberi sa nga të dhjetë i ka qenë, mi bojnë njerëz bashkë, sa më kallallak. Ato mesgjide që në konë anë xhamis pejgamberi për namazet tjera, i kam shelë, këtë bashkë i ka bo. Që ta shpërfaqim madhinë e fesë tonë, unitetin tonë, bukurinë dhe mesazhin e udhëzime që na ndërroi Zoti të bëjmë me ta. Andaj, Bajrami ka që ta. Bajrami ka me prit njerin, me prit musafirin, me nderu, e ka urimin, kjo kurban e ka mishin. Shkoni të ndërum, kurbani kur therët, e zakonshme është me ndonë 3 pjesë. E natyrshme është një pjesë për veti, po, e logjikshme është një pjesë fukaras, e treta ku shkon? Të mirëmbajtja unitetit. S'ka nevojë për mish, si duhet, milionet i ka, po s'prish punë, nuk është çështja ka s'ka, çështja është që ti kur jep e mirëmban unitetin. Prandaj të ndërozën, nuk është çështja veç kur ti jep sadak, jep zakat, jep dhuratë, jep hedije, gëzoje vllahun tën. Jo që ai ka nevojë për të, nështë ai ka më të mirë se që jep ti. Po shpreh dashnin, respektin, për t'regu se unë e këtu e mirëmbaj unitetin. Që sa pejgamberi sa jepni dhurata nëse duheni me zvete. Duhet më dash me zvete, e dashnia është treguesi i unitetit. Kemi shumë sfida, vallahi kemi shumë të lashe, kemi shumë armiq, kemi shumë njerëz që punojnë kundër kësaj lirie që kemi sot. Kundër neve, në forma ndryshme. Na më usil me këtë komoditet të fyrjes, e të sharjes, e të përqarjes, është mendilësi nga një ranë, por çka është më e keqe, përfillje serioze e kontributit të njerëzve që edhe gjak kanë dhënë për qytetarët e për qytetëri. Prandaj, t'jemi mirënjohës, po t'jemi përgjithshëm në për begatin që Allahu na ka dhënë, e përgjithësia realisht tregohet dhe manifestohet në forma të ndryshme nga më kryesorët e bashkëpunimit dhe unitetit mes nesh.